Tensionet mes Shtetet të Bashkuara dhe Izraelit dhe Iranit vijojnë të mete të larta, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump dhe kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu kanë zhvilluar një bisedë telefonike që sipas burimeve për CNN është karakterizuar nga mosmarrëveshje të forta mbi hapat e ardhshëm ndaj Teheranit. Sipas raportimeve, Netanyahu e ka kërkuar që Izraeli dhe aleatët të rifillojnë sa më shpejt sulmet ndaj objektivave iraniane, duke shprehur pakënaqësi për vonesa dhe për shndrimin e administratës amerikane tek negociata diplomatike. Kryeministri i Izraelit ka argumentuar se çdo shtyerje u jep shumë kohë autoriteteve iraniane të rikuperojnë kapacitetet ushtarake dhe të forcojnë pozicionin strategjik. Nga ana tjetër, presidenti Trump ka mbrojtur qasjen e tij diplomatike duke deklaruar se ende ekziston mundësia për arritjen e një marrëveshjeje me ndërmjetësin e vendeve të gjirit. Ai është shprehur se SBA është pranë një zgjedhjeje dhe sa administrata amerikane është e gatshme të presë disa ditë për një përgjigje përfundimtare nga Irani. Që deklaratave të tij, Trump theksoi se nëse Teherani nuk u jep përgjigjet e kërkuara nga Washingtoni, atëherë reagimi do të jetë i shpejtë dhe i ashpër. Presidenti amerikan nënvizoi se shmangja e konfliktit do t'i kursente kohë, energji dhe mbi të gjitha jetë njerëzish, por paralajmëroi se të gjitha opsionet mbeten mbi tryezë. Burimet pranë administratës amerikane thonë se telefonata njëorëshe mes Trump dhe Netanyahut ishte e ngarkuar me tensione, pasi dy liderët nuk ndajnë të njëjtin ritëm veprimi përballë Iranit. Megjithatë, Trump ka deklaruar se vendimet përfundimtare do të merren nga Shtëpia e Bardhë, duke lënë të kuptohet se Washingtoni po mban kontrollin mbi situatën. Presidenti amerikan bëri të ditur se gjithashtu ka zhvilluar një telefonat me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, për të cilin shpreu vlerësime pa dhënë më shumë detaje mbi përmbajtjen e diskutimeve. Ndërkohë, Irani ka reaguar duke deklaruar se është i përgatitur si për negociata diplomatike, ashtu dhe për përballje ushtarake. Ministri i jashtëm, gjatë një ceremonie përkujtimore për ish-ministrat e jashtëm të vendit, deklaroi se Teherani do të djegë çdo rrugë që të konsiderohet në interes të shtetit. Sipas tij, interesa ndërkombëtare kërkojnë negociata dhe dialog. Irani është i gatshëm të marrë pjesë në to, por nëse vendi përballet me kërcënimat, atëherë do të përdor forcën për mbrojtjen e territorit dhe sovranitetit. Ndërkohë, inteligjenca amerikane pretendon se gjatë periudhës së armpushimit Irani ka përshpejtuar rindërtimin e sistemeve të droneve dhe pajisjeve ushtarake të dëmtuara nga sulmet e mëparshme. Këto zhvillime kanë shtuar shqetësime nga Washingtoni dhe Tel Avivi për rritjen e kapaciteteve ushtarake iraniane. Në të njëjtën kohë, autoritetet iraniane kanë vendosur masa të reja sigurie në ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët detare më strategjike për transportin global të naftës. Sipas raportimeve, kalimi i anijeve po kryhet përmes një sistemi të ndërlikuar kontrolli që përfshin verifikime intensive, marrëveshje shtetërore dhe në disa raste pagesa për garantimin e sigurisë të lundrimit. Shillimet e fundit tregojnë se rajoni vjon të mbetet në një ekuilibër të brishku, diplomacia dhe kërcënimi ushtarak po ecin paralelisht, ndërsa komuniteti ndërkombëtar po ndjek me shqetësim çdo lëvizje të aktorëve kryesor në konflikt.